Gatim special kotlet shoqëruar me patatet e skuqura dhe salcë kremoze me këpurdha. Për të arritur këtë rezultat të gatimit të mishit, sekreti qëndron tek marinimi. Pra ruajini këtë recetë sepse kjo marinadë është vërtet unike dhe ka një shije fantastike, sekreti që restorantet nuk e tregojnë. Fillimisht hudrën e shtypim në këtë mënyrë me rozmarin, në anën tjetër në kavanoz hedhim vajin e ullirit, shtojmë mustardën, kripen, piperin e zi, piperin e kuq, shtojmë lëngun e limonit, hudrën e shtypur, këtë masë e përziej mirë. Në anën tjetër kotlet të freskët që unë kam përdorur gjeni tek mishtore Melin e Prishtinë. Mishin e lyejmë nga të dyja anët me marinadën e përgatitur, e mbulojmë dhe e lëmë të qëndrojë të paktën një orë. Në anën tjetër përgatisim salcën. Në tigan shkrim gjalpin, shtojmë hudrën, këpurdhat, i fërgojmë derisa t'ju bie volumi, shtojmë krip dhe piper të zi. Në tiganin tjetër kemi shkrir gjalpin dhe mishin e skuqim për pak minuta nga të dyja anët varësisht nga dëshira sa e doni të pjekur. Tek salca hedhim ujin me kockën e viçit të shkrirë më parë, hedhim kremin, majdanoz të freskët dhe ja kjo është receta.